Konkursi i bukurisë për të zgjedhur Miss USA këtë vit do të mbahet më 8 qershor dhe përfaqësuesja e shtetit të Michiganit është Elizaveta Vivezaj, bia e 2 shqiptarëve nga Mali i Zi. Edhe pse ajo ka lindur dhe është rritur në Michigan dhe nuk ka patur mundësi të vizitojë vendlindjen e prindërve të saj, Elizabeth thotë se origjina e saj shqiptare është shumë e rëndësishme, madje ka përfshirë elemente të origjinës edhe në fustanin e konkursit. Ajo i tha Zërit Amerikës se reagimi i komunitetit shqiptar për fitoren e saj ka qenë i mrekullueshëm. Me Miss Michiganin bisedoi kolegja Joana Allamani. Vivezaj of Macomb is the new Miss Michigan USA for 2014. It will definitely be an exciting year. Hi, Sieni, Elizaveta Ivezaj, Miss Michigan USA. Ju dua shumë Shqipëria. Your first walk as Miss Michigan USA 2014. Congratulations. Është një nder i madh që një shqiptare është Miss Michigani USA, por na tregoni pak rreth vetes suaj. Jeni mbretëresh bukurie, por kjo është vetëm pjesë e historisë suaj. Me çfarë merreni përveç botës së bukurisë? I am a daughter and a sister. I have 2 brothers. Përveç botës së miseve, unë jam një bi dhe motër. Kam 2 vëllezër, jam studente në Universitetin Auckland në Michigan për psikologji dhe studimet për çështjet e grave. Në kohën time të lirë më pëlqen shumë të lexoj. Lexoj çdo gjë që ka të bëjë me çështjen e grave. Konkurset e bukurisë kritikohen shpesh nga përkrasit e çështjeve të grave për arsyen se ata objektivizojnë gratë. Çfarë do të thonit në lidhje me këto? E kuptoj sepse mendojnë në atë mënyrë. Mendoj se cili do ka të drejtën e opinionit të tij, dhe nëse mendojnë se konkurset e bukurisë nuk i përfaqësojnë mirë gratë, e kuptoj se pse mendojnë ashtu. Por unë kam tjetër mendim. Këto konkurse të ndihmojnë për forcuar karakterin, të ndihmojnë të mësosh se çfarë personi je, fuqizojnë gratë. Nëse je e sigurt në vetvete për dalë me rroba banjo në skenë, atëherë pse jo? Dhe cili ishte motivimi juaj për të marrë pjesë në një konkurs të tillë? Well, it came up pretty randomly. I had friends that encouraged me to do it. Ndodhi shumë rastësisht. Kam miq që më inkurajuan të merrja pjesë, por nuk kisha marrë me diçka të tillë më parë. Vendosa ta bëja, pse jo? Kur nuk e di rezultatin e diçkaje pa e provuar më parë. Kështu që vendosa ta bëja, por edhe për t'u thënë vajzave të tjera shqiptare të bëjnë diçka ndryshe nga e zakonshmja, të inkurajoj njerëz të tjerë të shërbej si shembull për të tjerë. Just do it. Because you never know what's going to come from it. Përmendet që do të doni të frymëzonin vajzat, por në mënyrë specifike vajzat shqiptare. Sa e rëndësishme është origjina juaj shqiptare? It's very important to me. Është shumë e rëndësishme për mua. Me që të 2 prindrit e mi janë nga Mali i Zi dhe emigruan këtu në Amerikë, mendoj se jemi shumë të lidhur me njerëzit tanë dhe duhet jemi admiruesit e parë të njerëzve tanë. Kështu që nëse mundem të inkurajoj vajzat shqiptare të jenë Miss Michigani i ardhshme ose të ndjekin cilin do ëndër që kanë, do të ishte kënaqësi ta bëja një gjë të tillë. Konkursi Miss USA është shumë afër, më 8 qershor. Çfarë po bëni për të përgatitur për të? Well, right now we're getting down to the wire. Tani data është shumë afër, kështu që përgatitja mendore, fizike, ruajtja e qetësisë se po përgatitem për 2 javë, 2 nga javët më të vështira të jetës sime. Por gjëja kryesore është përgatitja mendore ndërsa i afrohemi ditës. Just trying to mentally prepare myself and physically prepare myself as it's getting down to the wire. Also, how do you do, you mentioned that, you're going to school right now, Përmendet që jeni studente dhe po studioni për psikologji dhe për studimet e çështjeve të grave. Si arrisni të balanconi përgjegjësitë tuaja si studente dhe ato të qenit Miss Michigani USA? Well, I definitely come from a background of always working and going to... Unë vi nga një familje ku jemi mësuar të punojmë dhe të shkojmë në shkollë njëkohësisht, kështu që nuk ishte shumë e vështirë për mua. Dhe të studiuarit për të drejtat e grave më ndihmoi shumë në botën e bukurisë. Të mësuarit rreth shtypjes së grave, por edhe fuqizimit të tyre, dhe tani unë mbaj kurorën, besoj se këto janë të ndërlidhura. Pra, me çdo gjë, besoj se thjesht duhet gjetur koha dhe ekuilibri i duhur, dhe pastaj çdo gjë mund arrihet. How has been the response by the Albanian community? I mean, I can imagine that everyone is... Dhe si ka qenë reagimi I fitimit tuaj nga komuniteti shqiptar? Besoj se njerëzit janë shumë të lumtur të shohin një shqiptare të fitojë titullin e Miss Michiganit, por si e kanë shprehur? Honestly, the support from the Albanian community has been... Sinqerisht, mbështetja nga komuniteti shqiptar ka qenë e pabesueshme.
Mendoja se njerëzit do të ishin të lumtur, por nuk e kisha imagjinuar se do të kishte kaq shumë reagime pozitive. Njerëz nga Shqipëria ose New Yorku kanë shprehur gëzimin dhe mbështetjen e tyre dhe ka qenë e mrekullueshme. Dhe kjo më motivon të vazhdoj përpara. Të gjesh kaq shumë mbështetje nga njerëzit e tu është padyshim e mrekullueshme. It's just awesome. Dhe çfarë keni në plan të bëni në të ardhmen? My aspirations for the future are to continue my studies in, Aspiratat e mia janë të vazhdoj studimet e mia për çështjet e grave dhe psikologji. Shpresoj të vazhdoj studimet për masterin, por tani çdo gjë është e pasigurt, pasi Miss USA është kaq afër dhe fokusi im tani për tani është aty. where my focus is right now. Any messages for Dhe a keni ndonjë mesazh për vajzat që do të bënin diçka ndryshe? I definitely have a message for them because I was Patjetër që kam një mesazh për to, sepse unë isha vetë një njeri i ndrojtur, por nuk duhet hezitosh të bësh ato që do. Ke vetëm një jetë për të jetuar, duhet të ndjekësh ëndrat e tua dhe të mos heqësh dorë nga pasioni yt. Unë kur nuk kisha marrë pjesë në një konkurs bukurie më parë. Nëse do të më kishin thënë vite më parë se do të isha Miss Michigani një ditë, nuk do ta kisha besuar. Por kështu ndodhin gjërat, prandaj duhet të ndiqni ëndrat tuaja. but it happens, so you need to go out there and chase your dreams. A keni ndërmend të shkoni në Shqipëri në të ardhmen? You know what? I've been asked that and I haven't traveled to Shumë njerëz më kanë bërë atë pyetje dhe unë ende nuk kam qenë as në Shqipëri dhe as në Maltëzi, por do doja shumë të shkoja. 100%. I would love to travel to either one.